2 ditë pas përmbytjeve që përfshin fshatin Melgush në bashkinë Vaude, situata duket e normalizuar, pasi edhe uji është larguar nga tokat bujqësore, por ajo çka ka mbetur pas janë dëmet që ka shkaktuar vërshimi i ujit në të mbjella dhe në ushqimet për baktit. Banorët tregojnë se përmbytjet përfshin një sipërfaqe të konsiderueshme tokash, ndërsa shkak sipas tyre për këto përmbytje janë mospastrimi i kanaleve kulluese kryesisht. Situata kanë jo mirë se ka rashi shumë. Projet e molit tona që na shkakuan një atje në kanale. Kanalet në pa hapna. A qirë kanalet jo bot. Kanalet kryesore që këtoj herën. është I pa hapën hiq. Edhe I ka zona kanë përmetën këtë në ujë. Në punë e bashkia një fadrëm në hapi I shkarkusave, u hap ujë, që këtë në mëtë lagjen këtë. Këtë në mëtë lagjen. Pa gjoj shpet ishe se ujë mollë dhe ujë proje që ishte kalej. Po e më fanë në përshpia, ja. Ka hinë për dësa vene në për kapanojnë në kavaletat sonit. Ka hinë dikon në për katesat kalamusit. Dë shpijet të zonë të por. Kush pastron dhe ishe? Mondahen mi pastru I fije pa në për të ekur qa. Zgjidhja është të burë pastru kanolet të mlona se këta tjera të pastrojnë vetëna të dvoglet. Pavarësisht se edhe këtu ka pas defekte. Edhe ka. Se ka rashi shumë një, edhe nuk janë pastru kanalet sa duhet. Ujë në bërë kanë posë aty se mo pa shpijet se legjët të në bërë nëtë në ujë. Igu e vëmë. Ja, s'ka pa I ujë. S'ka tjetë të shkolla është vija, si ashtë. Ka kam shkujë. Toni I ka zoni të marë këtë një dhvijë këllën. Shkon drejt të knet atje, ndet. Bashkia Vaudes me disa fshatra ishin edhe zonat më të prekura nga përmbytjet e së dielës që përfshin rajonin e Shkodrës, rreshtit me intensitet të lartë dhe dalja projeve nga shtrati, bëri që uji të përmbyste tokat bujqësore, por dhe disa banesa.